Kum dashur me ra me ftyrën zjarën, po fatim kanë tërhek, nuk kum fjet 4 net. Lufta për mbijetesë i bani njerëzit shumë tegër. Më rritëm Mllac, kishte qenë numëri i dëbumëve vetëse, na nuk ishim të partë, se dëbimi kishte fillu për lagjeve tjera, ose ndashta kanë qenë edhe qyteteve tjera të Ferizajit, ose... Edhe na pritën na dhanë pak ushqim edhe ujë, kur si harroj çfarë punet madhe kanë bë shqiptarët e Maqedonisë. Ka qenë një organizat me një emër specifik arab El Hilal. Ka qenë një tjetër, po kjo më kujtohet El Hilal. Edhe ata bishin me traktora, ushqim, ujë, mrena, me shumë peripecise. Para do policia maqedonase ka qenë gati me qëndrim armitësor dhe urrejtës njëjtë sikur policia serbe. Me nxehëshin, a bishin ushqim, edhe na pak në fillim ka qenë pak janë dë momente, po t'i tregoj edhe pak që jenë pak edhe qesharake, tragikomike. Na me vllaun si ma, unë shumë pak si ma të kulturum, ju dhanë përparësi njerëzve që ishin ma të vjetër, ditën e parë nuk morëm kur gjau, se tash kur vike traktori, unë është paramendu që shumë lidhë të turma. Na rishëm si ma largë prit shumë që na vjen rani u kry kjo ushqimi. Edhe tanaj kur e pam që duhet pak me luftu për ushqim, edhe na pastaj u bëm pjesë e turmës. Edhe po njerëzit në kësi raste hupin edhe arsyen, ata na bishin ushqim, njerëzit u bëshin nervoz, i shajshin se lufta për mbijetesë. Lufta për mbijetesë i bani njerëzit shumë tegër. Edhe ata na bishin ushqim, për njëjtën kohë u shajshin e u fyshin se s'po m'jep punë e tjera. Aty Mllace për shkak që kishum fëmijë dhe gra, me do lastika, me do i bëm do strehimore se bike shitën kohën, ish ftoft, ajo lugina e Mllacës ka qenë shumë e ftoft. Se lumi ishte shumë afër, ajo ngrihte edhe mjegullën. Çdo natë dhes shumë zjarma, bike shi, tymi zjarmit, era rrobave ishte kombinimi tymit zjarrit me shiun. Edhe di që nuk kum fjet 4 net. Se s'kisha ku mu shtri. Ditën nuk mu ishe me flajt për shkak zhurmës. Edhe fillova me pas halucinacione, se kur s'mu s'flen 3-4 net, mu shtoj ke kryt, nuk isha shumë i qartë në mendime, në percepcion. Natën e 4 tu nxej para zjarmit, ku m'ka fjet truni, ku m'dash me ra me ftyrën zjarën, po fatim kanë tërhek tanaj. Me nxep atë më bërë një strehimor edhe për neve tjertë, burra, meshkuj që deri në atë kohë nuk kishum ku me pushu. Me qenë se motra ishte 7 zanë, dhanëri përmes kryqit kuq ka shku edhe ka kontaktu edhe djalin me qenë se ka qenë smut, ata kanë dalë. Fatmirësisht kanë marrë taksi edhe jenë shku, jenë stërhu, na kemi nejtë në Mllac një javë. Nuk e di shumë pse po na majnë, pse s'po na lshojnë të lirë.